komunë të drejtë vote kanë rreth 25.753 qytetarë. Ne gjatë ditës do të qëndrojmë edhe në komuna tjera të këtyre komunave, në komunën e Zveçanit, Ljeposaviqit dhe Zubi Potokët, ku të drejtën e votës të këto komuna ka 25.753 qytetarë, për dallim nga viti 2021, ku të drejtën e votës e kishin afro mbi 26.000 qytetarët. Procesi zgjedhor ka filluar në orën 7 të mëngjesit dhe do të vazhdojë deri në orën 19 të mbrëmjes, ku Kosova Presi do të mbajë të informuar të gjithë qytetarët për procesin e votimeve në këto komuna veriore të Mitrovicës. Në vazhdim ju lajmë pamje të cilat do t'i sjell operatori malësorin nga qendra votime në shkollën teknike. You need to sign. Te dole na ulaz u školu da pitate. Piše lična karta Mitrovica, a Glasgow Zvečan. Aí porque eu amo.
Live, No more, sorry, because the governor called that no more, because press, sorry. No more press, sorry. They not allowed. Po. Jo, s'ke, gjatër në tjemë dryshe e pat, me mëj pat. E jo, she said probably vish, but no, vish mëj pat. E, a me lërë mi, bë? Sorry. Ok, veç votus me lutë ashtë. Oh, okay, sorry. The surname, just me. Kur po votus moment të votus e fatë së mby. Në pyetje ta bëj, sa ju hi? Rësha, ne, unë këtë thema. Që nga hapja e qendrës së votimit në orën 7 të mëngjesit shihet një fluks i qytetarëve të cilët kanë marrë rrugën për të kryer procesin e votimit dhe të drejtën e tyre si qytetarë të Republikës së Kosovës. Ajo siç ka mund të vrejmë deri më tani nga kjo qendër e votimit, klasat janë thuajse gati të mbushura me qytetarë që kanë ardhur për të kryer këtë proces të votimit dhe kemi një numër të madh të mediave që janë nga afër duke përcjellur këtë proces të votimit. Në klasa janë të pajisura thuajse të gjitha janë të pajisura me elementet kryesore për kryerjen e këtij proces votimit. Sabrina. Zëtë divizion kesëm do të me i vetë. Agjencia e lojme Kosovë pres. Kurna? Agjencia e lojme Kosovë. Agjencia e lojme Kosovë pres. Edhe në komuna tjera të Veriut, në Leposavic, Zubipotak dhe Zveçan, ku do të sjellim dhe do të informojnë qytetarët konkretisht se çfarë po ndodh në procesin e zgjedhur në këto komuna. Përveç kësaj, ne gjatë ditës do të jemi edhe në komunën e Jugut, ku gjithashtu edhe atje do të marrim informata të reja se çfarë po ndodh rreth procesit zgjedhor në këtë komunë. Thash edhe më herët, potencova se procesi ka filluar me rregull, asgjë nuk procesi ka filluar me rregull dhe qytetarët kanë marrë rrugën për të kryer procesin e votimit në këtë qendër. Gjatë ditës së sotme në këto ora të mëngjesit pritet të kryej procesin e votimit edhe lista serbe, ku do të votojnë një pjesë e listës serbe do të kryej procesin e votimit në shkollën teknike në komunën e Mitrovicës së Veriut, ku Kosova Presi do të sjell pamje direkte gjatë kryerjes së procesit votimit të anëtarëve të listës serbe në komunën e Mitrovicës së Veriut.